إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mashtrob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe. Nëse çdo shpikje në fe është bidatrisi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit, Allahu na mbrojt neve dhe ju prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe ju që t'ja kemi frikën e Allahut azza wa jalla me një frikë sinqert. Edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kemi frikën e Allahut azza wa jalla kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po dhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Transmeton një prej shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Talha bin Ubaydillah se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kishin pranuar Islamin dy persona, dy vëllezër për një herë. Edhe njëri prej tyre ishte më i zellshëm, u angazhonte në adhurime më tepër. Mirë po edhe vdiq shahid para të dytit. I dyti nuk e kishte atë zellën e të parit. Jetoi edhe një vit pas tij edhe ky vdes. Edhe Talha po shem në ëndër se ishin afruar xhenetit ky edhe ata dy, edhe një melaçe nga xheneti po e thret emrin e këtij dytit. Edhe ky u çudit. Masandaj për e thirë emrin atit parit që vdiq shahid dhe ishte me zëllshëm. E kur edhe radhat e Butalha, i tha, akoma nuk ka ardhur koha për ty. Edhe filloj me folë Talha bin Ubaydillah, për të tregon njerëzve këtë ëndër dhe njerëz po fillojnë mu çudit se si ka mundësi çka është kjo punë, pse derisa i vjen edhe kjo fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vesh do të thotë, apo çuditni për kësaj pune. A nuk ka jetuar ky dyti edhe një vit më tepër? A nuk e ka agjeruar edhe një Ramazan më tepër? A nuk ka fal kaq namaze më tepër? Dini se dallimi mes këtyre dy është sa mes qiellit dhe tokës. Luma i cili e pret këtë muaj të Ramazanit, që kanë mbet disa ditë, përderisa nuk ka dhënë Zoti leje që mu mbyll dyrët e xhenemit, me u hap dyrët e xhenetit, edhe mu prangu shejtanët. Ky muaj i madh në cilin shumë fishohen veprat e mira, ngriten shkallët e Allahu azza wa jall, falen mëkatet. Ky muaj për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju merrte mysh dhe shokëve të tij duke thonë se po ju vjen Ramazani. Po vjen Ramazani,
muaj i bereqetshëm, cilin e ka bë Zoti farz me agjëru, në të cilin mbyllen dyert e xhehenamit, e hapen dyert e xhenetit, e prangohen shejtanët, e në këtë muaj është një natë e cila është me vlefshme se një minet. Ai i cili privohet prej hajrit saj, më të vërtetë i tillë është i privuar. Për Ramazanin, kush Zoti jep ymër, dhe më thonë gjumon e arshme do t'jem më gjërushëm, edhe pyetja që do të e bënim secili prej neve se si me prit këtë musafir të nderuar, si me prit Ramazanin. E me lejen e Allahut Azza wa Jall do t'i them disa pika, disa çështje që me i pas në konsideratë secili prej neve se si mu përgatit dhe si me prit Ramazanin. E para tyre vëllezër të nderuar është që njeriu është mirë edhe me i dit, edhe me i përserit, edhe me i mësu, edhe shpesh do më thonë mi folë nefsit dhe vetës e vetë, me ja dit vlerën këti muaj se qëfar muaj është të ardhë, dhe se qka është agjerimi, qëfar vlerë ka njeriu me agjeru. Për cilin pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë agjerimi është mburoj prej zjarrit të xhehenamit, mirë po është mburoj prej epshave dhe mëkateve në këtë dunja. Është ndarë një shok i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe ka pyet, ka thonë ja Rasulullah, më udhëzon një vepër e cila më afron në xhenet dhe më largon nga xhenami. Thot agjëra se nuk ka si agjerimi. E ne e dim se një derë e veçantë në xhenet është për agjeruesët. Nesër ditën e gjykimit, agjerimi dhe Kurani kanë me ndërmjetësu për ata i cili lexon Kuranin dhe agjeron. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se i cili agjeron një ditë në rrugë Zotit, Allahu Azza wa Jalla largon fytyrën e tij 70 vite prej zjarrit të xhehenamit. Një ditë, jo 30 ditë, një ditë. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se aroma e agjeruesit është më e këndshme te Allahu Azza wa Jalla se aroma e miskut dhe parfumit. Ramazani vëllezër të nderuar është muaji i Kuranit. Ramazani është muaji i sabrit. Ramazani është muaji kur mbyllen dyert e xhehenamit edhe hapen dyert e xhenetit edhe prangosen shejtanët. Ramazani është ai i cili është në të natë e Kadrit, e cila është më e vlefshme se një muaj. Jo e vlefshme se një muaj, më e vlefshme se një muaj. Këto e të tjera duhet njeriu kohë pas kohe vëllezër të nderuar, mja kujtu vetit, mi ndëgju këto, besa dhe jo vetëm për veti, po mja mësua anëtarët të familjes, fëmijëve, mi ju tregu madhështinë e këtij muaj, se kështu e kemi bë hapin e parë në pritje këtij muajit Ramazanit, qofse ja dim madhështinë këtij muaj. Çështje e dytë vëllezër të nderuar që njeriu duhet të përgatitet për këtë muaj është se duke ardhur ky muaj, jo vetëm këtë muaj, po çdo herë, e sidomos këtë muaj që të fillon me hallashtis pe gjunohave të tij, me kërku falje edhe u pendu te Allahu Azza wa Jall, se nuk ka mundësi njeriu me shfrytzu këtë Ramazan nëse ka mëkate. Nuk ka mundësi njeriu me ndi aromën këtij Ramazanit dhe me përjetu ashtu siç duhet, nëse faktikisht nuk ndron asgjë nga rutina dhe avazi i tij i vjetër, nuk lën asgjë nga mëkatet e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se të nderuar se nëse një njeri e bën një mëkat, i bëhet një pikë e zezë në zemër. E nëse më vazhdon me mëkatin e dytë, e tretë bëhen pikat derisa thjesht e mbështjell ajo perde e zezë zemrën që nuk mundet me e ditë më as çka është e mira, as çka është e keqja. Pra kur kanë ardhur dhe kanë pyetur Hasan Basriun radiallahu ta'ala anhu, i kanë thonë se një njeri s'po mundet mu falë muçunatën, mu falë namaznatës. E kanë prangosur të mëkatet. Mëkatet s'janë të elon mu falë natën. Kanë ardhur me Tejmije, një prej dietarëve e kanë pyet se a më mirë është me bë tesbih, me madhru Zotin e me kërku istighfar. Ka thonë nëse to rroba është e papastërt, e ndyrë, më mirë është me e la se me parfymos. E i cili ka mëkate, e gjithë jem të tillë, të fillojmë mas pari me e pastru shpirtin tonë, të pendohemi te Allahu Azza wa Jall,
të kërkojmë falje, nga se mëkatet nuk na i lejojnë me shiju Ramazanin. Mëkatet vëllezër të nderuar, si të mirat që e tërhequn njëra tjetrën, edhe mëkatet e tërhequn njëra tjetrën, edhe ata po mundsojnë edhe mua aty me shfrytëzue edhe me përjetu këtë muaj të Ramazanit. Çështja tjetër vëllezër të nderuar që duhet me pas konsideratë është se njeriu është mirë me u përgatit me prit Ramazanin, edhe duke i mësuar disa rregulla të agjerimit dhe të Ramazanit. Feja jonë është feja e diturisë. Feja jonë kërkon që kur të bëjmë një punë me bëjmë dritë, me bëjmë me argument dhe me bëjmë me dituri. Nuk është feja jonë feja e ignorancës edhe me bëjmë hajtë si të shkon. Thjesht edhe namazin, edhe agjerimin, edhe zekatin, edhe haxhin, edhe gjitha, thjesht mundohemi i bëjmë në formë përpikt. Edhe këtë thjesht me mësua edhe për veti, me mësua familjarë dhe fëmijëve tonë. Është shumë pa akceptueshme qofse një njeri agjeron me vite, edhe tën ditën e shet të pështy edhe mendon se me përbi pështymin e prish agjerimin. Po se ka mësu këtë punë, se me kanë dëgjuar ose me lexuar në jasën e libër, e kish ditë se kjo punë nuk e prish agjerimin. Apo vjen të puna e njetit, edhe janis me bo, me goje, me artikulu. E në fund të masanena të sefere për një gotuj. Kur të bëjsh njetë njëri nuk e prish mo. E bën njetë dhe e përfundon. Mirë po këtë njetin nuk ka nevoj me bo me goj, se s'ka argumente me bo këtë punë me goj. Realisht, se cilë për e neve, kur vjen Ramazani, qofse jemi shnash e mirë në vend tonin, e bojmë njetë, qofse ne ebë Zoti shëndet me agjeru, edhe kjo mjafton, nuk ka nevoj me zgjatë më tepër. Thjesht çështjen e syfyrit, shpesh njerëz thonë, ma let po m'vjen me agjeru pa syfyr. Po bre, ma let edhe ndashtat vjen, edhe se prish gjumin, po ka mundësi këtik sabaho. Mirë po edhe mos tik sabaho për janë berës, ase më da ka mësu se në syfyr ka bereqet, bile ka thonë e vija ndarse, mes agjerimit tonë dhe atë agjerimet të umeteve tjera, ka qenë pikërisht, dhe më thonë grënja syfyrit. Vjen ndashtat një gru, edhe i ka të përmojshmet, edhe agjeron sikur mos me ka ndodhë kur gjuhiq, edhe kjo ndodhë shpesh, nga se realisht nuk i dina këto dispozita, se realisht në këto gjendje i ndalohet grus me agjeru edhe ka haram një gjatë të tillë. E çështje tjera që do t'i trajtojmë edhe gjatë hyrjeve dhe ligjërata të tjera, mirë po du me tregu se realisht njeriu nëse dën mu përgatit tamam për me agjeru, duhet me mësua edhe dispozitat e agjerimit. Çështje tjetër vëllezër të nderuar që njeriu duhet me përgatit për agjerimin është se duhet me bën një plan për jetën e vet. Jo bret besimtari nuk e ka jetën kaos. Ne dim si popull që shkojnë me të logjikën tu po tu bo. Ama tu po tu bo dhe punë s'po na shkojnë ka herë mirë apo. Nuk shkon jeta tu po tu bo. Po besa shpesh njerëz nuk e pranojnë këtë ligj kur është pyetje për interesat e tyre personale. Kur e prek diçka në dynjë, në pasuri, nuk është bashkë që shkon çështot. Po bën një farë plani, një farë studimi e kështu me radhë. E pse vëlla vjen ky Ramazan me gjithë to begati? Nuk e kem një plan se çka dojnë me bën këtë agjerim. Qysh dojnë me shfrytëzu këtë agjerim? Apo dojnë me agjeru veç me met ont, e mos me hangër me pi, edhe me agjeru si Ramazanët e kaluara, a me të vërtet po dojnë me bë plan që me agjeru ashtu siç kërkohet me agjeru, që me agjeru edhe syt ton, edhe vesh ton, edhe gjuhët tona, edhe thjesht mos me shqetësu askan pse jem në agjerushëm. A nuk pe bojmë plan se nëse nuk i kena falë namazet me xhamat, me bojmë plan që duhet me i falë në xhami namazet, apo nëse runa Zot veç e falim gjumon, më janë ismëre me i falë 5 vaktet, se pa namaz nuk ka njeri ku shkon. Nëse dënë një dit njeriut se sa ka vlerë feja ati të aj, që shi ka punë me namaz, sa këndi ndërmen me i falë namaz të ravive, sa këndi ndërmen me lexu Kur'an, a këndi ndërmen më nalë në erma sabahot, edhe me ba një dhikër e një dua, apo në mbrëmja, apo kur flen, e kështu më radhë thjesht, qëfar plani ke ba ti për Ramazan, edhe unë edhe gjithni që mu përgatit që me shfrytëzu këtë Ramazan. Po edhe kjo tjetra, përveç planit, bëne për një njetë, që du me ba punë të mira. Ramazani i kalum shkaj që shkaj, e Zotë e dine e presum, e Zotë e dine e ashtë i fundit kë Ramazan. Bëne për një njetë që me agjerua që shka dhonë Zotë.
bënë njetë mo falë edhe namaze vullnetare, bënë njetë edhe me dhonë sadaka, edhe me dhonë iftara, edhe bënë njetë që ose ki mundësit materiali edhe me shku numre, nga se edhe heq mos mush me i ba, vjen në i pun, ose vdesën runa zëtë, ose kem dhe i angazhim që realisht së mundu mi realizu me lejnë Allahu të azevgjel vetë vendashmëria jote, njeti jëtë, ku më ba sebeb që ty mi po atët mira nesër ditën e gjykimit, za kështu në kam vërmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ai cili është i smut, apo thënë, i shkruhen se vapet e veprave që i ka ba, nga se e ka pa mundësu smundja dhe udhimi. Në luftën e Tebukut, disa njerëz kanë pas qef me kohë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë luftë, e s'kan mujt me prezentu edhe i jënë këthyt duke qajtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk i na ngjit as një kodër, as nuk kemi kaluar as një lugin, vetëm se vëllezërit tonë që i kena lënë në Medinë jenë me neve tamam barabartë, nga se kanë dashur me qenë me neve, kanë pas njetë me qenë me neve. Ka në hadith tjetër vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar, se ai cili e bën njetë me fal namaz natës, edhe nuk mundet se e merr xhumë edhe s'mundet më çu. Allahu azza jall ja shkruan si më kanë fal natën, ndërsa gjumë me ka sadak për Zotit dhurat që e kalon me përgjuh. Pra thjesht të besimtari dhe zëtë ndëruar, ndonjëherë një jeta i kalon edhe veprës, edhe thjesht përgatitnim në Ramazan që të bëjmë veprat mira dhe bënë njetë me bë veprat mira, edhe e fundit dhe zëtë ndëruar për mësë me gjatë, është se atë që kemi cekur në gjëratën e kaluar, thjesht shfrytëzoni muajin Shaban që ta gjërani. Shfrytëzoni të hënën tajte që të mësëni vetën me agjeru. Fillani ka pak mja hek plëhrin Kuronit. Fillani ka pak me lëshu dorën që edhe kur vjen Ramazani mos më orë vështirë. Se thjesht ai cili ka filluar mu përgatit më herët, nuk i vjen vështirë dhe më thonë edhe me agjeru kur vjen Ramazani, edhe me dhonë kur vjen Ramazani, edhe me lezu kur vjen Ramazani, edhe me fol kur vjen Ramazani. Ama qofë se 19 muaj gati se ke përprek, e se ke bas një pun, e janë një sefte me ditën e para Ramazanit, dije që 3-4 ditë e para, një javë e para, baki edhe gjysë Ramazanit ku me shku desat kënjëllësh, pra thjesht përgatit në duke mësuar vetën, edhe e fundit dhe zëtë ndëruar, kush ka ndonjë barç në i ditës të muajt të Ramazanit kaluar, dhe të shpejton me i kompenzu dhe me i agjeru, me i bo kazat o ditë, edhe mës t'janë zënë Ramazani që vjen pa një arsye, e sidomos kjo do të mi tregua dhe familjarëve, motrave dhe grave tona, lusim Allah në zgje që të në mundësëm që të presim Ramazanin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëzërt e nderuar, në qoftë se kujtohet në vitin e kaluar, kemi folur për njeriun se njeriun kur e ka kriju Allahu Azza Jalla ka dy ante medalës, e ka edhe intelektin edhe mendjen, mirë pa dhe ka epshin, mirë pa përveç kësaj Allahu Azza Jalla ka ndihmuar mendjen e njeriu duke i dërguar pejgamber dhe shpallje që t'ia lehtësoj jetën dhe udhëzimin. Mirë po nëse njeriu japet mas epsheve, mas egove, e mas tekeve, lakmive të kësaj dynjaje, qofta e pasuri, qofta e pozit, besa ka jera dhe familje, ndështë edhe gjërat të lejuara, shpesh din mu ba rabi aty në gjërave. E kur vjen Ramazani, një prej urtësive të ti është se në mësën që më qliru pe këtyne egove, pe këtyne epsheve, pe këtyne lakmive, se jem gjendje me sakrifiku, me agjerim, me jek dorë prej ushqimet dhe pijes, edhe gjërave që janë thjesht esenciale për jetën e njeriut, që mëna të regu se njeriu, qofse dënë me koni pavarën, duhet me koni rabi Allahu të zëvgjel edhe jo rabi epsheve. Pa thjesht
këtë mesazh e ka agjerimi, pavarësi për egos, lakmive dhe epsheve të kësaj dunjaje. E kjo pavarësi e Ramazanit që Allah azhjel në të ndëron pas ditë më ardh, ka përkuqem me qëllum me një pavarësi tjetër. Ajo është pavarësia e vendit tonë, e cila është me 17 shkurt. Begati pas begatie, që për to njeriu duhet me falenderuar Allahun azza wa jall, edhe me qenë mirënjohës gjithmonë, mirë po me e ditë se kjo pavarësia e dytë, pa feje besim e moral, është e zbet. Është e zbet, mirë po, ka herë po na zbehen këto gjëra, edhe kur po dëgjojmë disa lajme, si këto lajme të ditëve të fundit, këto pretendimet e këto akuzat, që thjesht, ata të cilët thjesht ishin krenaria e shtetit, përbollen me akuza që të dënohen pothuajse me dënime kapitale dhe maksimale. E që realisht shpesh po kërkohet që të fajsohen thjesht tër ajo lëvizje si fajsim kolektiv. E UÇK-ja, vëllezër të nderuar, është ne vetë. UÇK-ja, Ushtria Shëndetare e Kosovës, jem ne vetë shqiptarët, të cilët thjesht nuk kemi dashur me jetu në thundrat e atij okupatori serb. Edhe kjo rezistencë e jonja ka qenë me dekada. Edhe për këtë rezistencë kemi paguar çmim shumë të shtrejt, e sidomos luftën e fundit, kur kanë vdekur më shumë se 16.000 vetë, e prej tyre më tepër se 1.600 fëmijë, e janë shpërngulur më tepër se 1 milion, e pothuajse gjysma e Kosovës gati është djeg e është shkatruar, faktikisht ne jemi viktima. E tash me ardh me bë drejtësi selektive, edhe viktimen me e vendos në karrikën e dhunuesit, kjo me të vërtet është e nevërritshme, edhe është e papranueshme, edhe është fyrje për familjet e dëshmorëve, për ata civil edhe ato viktimat pafajshme, nga se realisht historia nuk ndrohet duke i ndruar faktet, dhe shpresojmë që kjo sago edhe kjo çështje të merr një epilog edhe drejtësia të vjen në vend, nga se thash edhe herë, kjo është më të vërtet fyri për gjithë neve si popull, për ata dëshmorë që kanë dhënë jetën për këtë liri, që ne të flasim shqip, të mësojmë shqip, të adhurojmë Allahun azza wa jall lirshëm trojet tona, dhe mos ja kem frikën e Allahut askujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Kjo ka ndodhur, e Allahu ka quar sebepe, e pra duhet me konë mirënjohës edhe ndaj Allahut azza wa jall, ndaj sebepeve. Lutim Allahun azza wa jall që të jenë falëndërues, lutim Allahun azza wa jall që drejtësia të vjen vend, thjesht viktima të jetë viktimë, të kompenzohet, e kurse se të mos akuzohet dhe dënohet. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që presim muajin e Ramazanit, që na jap sukses të agjerojmë ata, të falim në të shpeshtojmë veprat e mira, dhe lutim Allahun azza wa jall që të na i pranon ato. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.